start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the... Bure dheu, të na pjake. A kënë tërmëntin dasha të shkrejta letra apo jo? Nëse s'pëlqen si ndaj letrat unë, lojën dhe kres. Derë në apur e ke. Derë aspekt se këtë avaz ka për herë këtë. Dhe pas, se po të bëjt i garë kush i ndaj letrat në avash, nuk do të kalon të njërin qitë një jo. Sa është ora s'ti? Prap ti, sa është ora? Inja ka njedur, tu e sa. Ti ke fituar $95. Ka që është ora? Pse në ka shme zëtimi? Unë nuk thash se me zëtimi, vetëm pjuta sa është ora. 10:30. Mua më duhet të iki në orën 12. O zotë. Majtë, a nuk thash që kur ullët, mua më duhet të iki në orën 12. Mirë. Po mos i fol ti se po na ndon letra. Atë të çlohesh pak, majtë. Shka është se u lodhe mbrapa pita. Do që ti ndaj shpejt apo pa gabime, ndaj mendje. Nëse nuk daloj grështë të makut, herën tjetër jo ty me andej nga New Jersey. Se u nëve ka që mos. A nuk ju thash që të fillim që mua me duhet të iki në orën 12, sepse në orën 8 më nisën avionit për Florida. U vënova qaset e marketit takova 2 motra angleze që banojnë këtu si për me. Janë njëra më mirë se tjetra. Qesh me faqë që po ata halën të tej birrat sonte. E hova grekin. Shej. Sa lezet ka t'jesh i divertuar si kjo, e djema? Kurse në tjerë, as nuk guxojmë shojmë për emra rrugës se t'lash shamata. Pyeti me shoqen di se çfarë do dojem blinde për dalingje. Do a dini çfarë i thash? Më bli një nga ato që u vifshi ti kur kuaj me arsye. Unë halën e kam se nuk di cilës prej motrave t'i vihen. Po Felixi nuk pas ka ardhur ende? Jo, kush e di si e ka hallën. Ai s'është vënuar asnjëherë ka shumë. Mbase është kyçur përsëri në banjon në zyrës së vet. E dini që një herë kyç aty të tërnatin dhe shkroi testamentin në letër higjienike. Unë pas kam 6 letra. Fare letra. Sa herë kam 3 aza, janë dorë letra në gabim. Nëse shtimi shoqe tuaj që unë nisëm në orën 12. Po a the edhe i herë, kam me ta rrasë me kollë të rrate. Alo? Po, është, jo s'ka me të zonë. Tu në gjatë jeta shpirë. Se kam thënë me zemër, mos për telefonu kur jam duke luajtur poker. Tani s'mu të flas dot, mo e shrejta ime. Mirë, prit një minutë. Majtë, është e shoqë. Sigur ta kishte vërtet atë orë, do shtoj një herë mirë për isani. Mimi, si e ke hallë? Në çfarë orë do kthehesh në shtëpi? Se di, aty nga ora 12:30 Se di aty nga ora 12:30. Pse, çfarë do Mimi? S'ta ndryshë miq lopë edhe? Lëmë në shtërosh. Prapë në mbetur në nuar? Jo, vetëm ka vënë park. Çfarë? Si ka mundësi që të gjove këtë? Unë e kisha mbështetur në gjoks telefonin. Kush? Felixi? Jo, ai nuk ka ardhur sot, si është puna? Mos u tallë. E nga ta dion. Në rregull, mirë bashkë. Si është puna? Felixi është dukur. Ç'të të thuash me është dukur? Nuk është paraqitur në punë sot. As në shtëpi nuk ka shkuar. Mimi sapo ka folur me shoqen, s'ka lënë vend pa kërkuar. Është dukur. Prej 1 minutë, askush nuk mund të quhet i zhdukur për një ditë, apo? Ashtu është, duhet të zhdukesh për të paktën 48 orë që shpallësh për sa kërket. Po i telefonoj së shoqës. Alo? Franka? Jam Oskar. Sa po
mora vesh. Dëgjoj, që e më rëndësishme është të mos shqetësohesh. Si? A jo në qenë ka shqetësuar. A ke ndonjë ide se ku mund t'jetë? Çfarë? Po tallesh. Jo, nuk e dija. O, zot që nga keq puna. Bëhë fort franka. Sa po të marrësh do një gjë, do të njoftoj. Mirë, flasim. A keni në mend në e tregosh si është puna? Ata që në kanë ndarë. Tallesh. Po, kujtja priste mëndra që Felixi dhe Franka të ndashen. Është ajo që do të doa, kjo ai. Po, ai do të përpiqet bëjnë e pa bërë. A si ishte nga goja gruaja ime e bukur, gruaja ime e mrekullueshme, çfarë ka bërë Vaki? Gruaja ti e bukur dhe e mrekullueshme nuk e duron dot më. Ja çfarë ka ndodhur. Ai do të vras veten. E dëgjoj ç'po them? Ai ka shkuar të vras veten. Po, ajo tha se ka shkuar të vras veten. Seriozisht është ke? Po pse? Si pse? Ju e njini si është Felixi. Ai flenë në përbazin e drejtarës dhe thotë: "Thua, se me dashuroni, ndryshe u hova nga drejtarja." Se është të veçel, ja pse. S'më besohet. Pa lavra. Felixi vetëm llafet. Po vetëm to fjalë kishte thënë vetëm do vras veten, Nuk e di se çfarë ka thënë. Franka nuk më lexoi gjë më. mos të thuash që i ka rënë një pusull. Jo, i kishte dërguar telegram. Telegram të vrasje? Kush është ai marrë që ka gënë telegram se do të vras veten? Po Felix psikopati, se kush tjetër? A imagjinoni do të marrësh një telegram të tillë dhe të rapësh edhe $1 bakshish postierit palet. Të marrë vesh të punë. Në qoftë se do të vras veten, pse dërgon telegram? Nëse njeriu e ka ndarë mendin të vrasë veten, ku është vendi me sigurt? Shtëpia miqve! Prit vini. Ai mund të jetë gjendje tërbimi. Le luajmë poker. Po të jemi ne çe, vallai do të çetëson. Po çfarë do t'i thëj? Asgjë, do të bëjmë sikur nuk një më shë. Lëri llafet, se po na marr veten në korridor. Vini hamet derë. Një tjetër. Një tjetër që. Si po shkon loja? Mirë. Më falë që bono. Sa është podi? $100. Am ka kërkuar njëri në telefon. Sa me kujtohet mua ajo. E ka kërkuar njëri Felixi në telefon kur ndola të marr birrat? Jo. Se prisje ndonjë telefonat? Jo. Pyet ashtu po. E ngre podin me $1. Mendova se dikush duhet kishte telefonu. Do më thënë mua më duhet $1 një qeret për të vazhduar lojën, si urdhën? Por nëse nuk ka telefonuar, nuk ka telefonu. Edhe një herë, sa duhet të vë për të vazhduar lojën? $1 një çerek, ndisi lojën drejt që mori. Mos u nxeo maj vërtet. Qetësoni të gjithë. S'kam zbej këm ngrej njerë. Unë të rikëm nerva ty, ti mua. Jam me nerva të qëllë tu. O, më falni, kërkoj ndjes. Do vras vetën. Maj, më falni. O, zot që pali e mërkullueshme. Cili ka të shpyt? I 12? Ja, i një të beti. Ka qëka ka pallati? Po, e taj thuet se ka 12 gata, a në vërtet ka vetëm një të beti. Po të nëftohë, a nuk keni ftohë ju? Po mirë bërë se po dridhe shaka O, valë. ja! Nga i topi doja po. Felix, do ulesh luash? Nuk e di. Nuk jam e qeshë për luajt tani. Po qëfar ke dëshirë të bësh? Do gjej diçka. Mos e bëni merak për mua. Ku po shkosh? Mbaj. Vetën? Po, gjithmonë vetëm shkoj. Pse pyetet? A, jo, kot. A do të rish shumë atë? E po, sa të mbaroj punë.
Mos ke duhet dormesh, se le ty të vetëm bani. Çfarë do ti që të bëja unë? Ta ndaloj, të futesh edhe ti brenda me të. Po sigur ai të doj ta përdor banjën për atë, ai të çaj jo përdor. Punë molle, më mirë të turpërohet s'ka të vdes. Mirë, si do ta vras vetën ai? Me briskën e rojës për shembull. E duket gjënga të kipa që ja po ajo ty. Po, sikur të hidhet nga të dalë. Ajo është vetëm 15 cm qervi. Ai mund të gjami të presë me me tash. Ai nuk do të doja se. E të mërshme, pashtë zotin Oskar Bedi që ka folje një fjallë. Pra mund t'i thuash një burri që ku qanë banë. Them se duhet largohet. Felix, prit një minutë. Pol. Si ke ho? Jo, nuk mund të flasë pas njëri. Felix lutem, ne jemi shokë të tu, mësi. Felix, uli një herë, vetëm një minutë. Fol. E që ke për të? Nuk kam asgjë për të. Gjithë çka mori fund. Më liri të shkoj. Ajo është se burë, duke qërqere. Nuk jam i se mur jam mirë. Nuk kam pirë asgjë, ju vedon. Stomaku. Çfarë do të thuash me nuk kam pirë asgjë? Çfarë ke pirë? Asgjë, nuk kam pirë asgjë. Stomaku. Ky ka pirë diçka, jo tha mund ky ka pirë diçka. Felix, çfarë ke pirë? Çfarë? Nuk kam pirë asgjë. Mos ke pirë kokra? Jo, nuk kam pirë. Felix, mos më gëni mua, ke pirë kokra? Jo, nuk kam pirë asgjë kokra. Lëvduar shok për Elia. Nuk pas ka pirë kokra. Vetëm ca, jo shumë. Sa kokra ke Sa kokrash? Nuk e di, nuk e mbaj mend. Ca të vogla në ngjyrë jeshile. Mora çmëzuri dora nga rafti sa i parta. Pa nuk e pe shpallë kokra shishin. Nuk shija do si ishte të prishur llamba. Të lutem, mos i telefono Frankës për të. Më vjen shumë turp. Felix, sa kokra ke pirë? Nuk e di, nuk më kujtohet. Po e telefonoj Frankës pra. Jo, të lutem. Mos i telefono. Po e mori vesh jo se ka pirë një flakon me kokra. Krejt flakoni me kokra? O, zoti mo. Hapeni jake, marrin carë. Jam mirë, do të bëhe mirë. Oskar, thirr ambulancën se do të na barojnë në duar. Jo, mos e thirr ambulancën. Do t'i zjerësh nga stomaku të kokra pa tjetër. I nxora. Volla pak më parë në balë. 12 vjetë. 12 vjetë martuar. E dije që kishim 12 vjetë martuar bimë. E ti ja. Do tani gjithë shka mori fund. Sa hapë mbyllë sytë mori fund. Po kjo është e të mërshme, apo jo? Unë të është ta ka qënë vetëm i zëmë, Felix. Ju keni bërë sharë edhe më parë. Jo. Gjithë shka mori fund. Nesa jo do të marrë. Ja, avokat. Ai duke që është një. Në thëmë, ta mbyllë për sotit. Je lutë të qura ma bëni Allah. Do vjetë shumë turë. Mos do të qëndroj në njëri njëri këtu? Su bëjë me rakmaj. Ja të jo. Sikur përpi se bëjnë gjë. Nuk dhe gjë, jo. E nga diti që ajnë nuk përpi që pra bëjnë një gjë. Nuk kam për të bërë asë. Jam shumë i lodhë. E të gjodhe? Aja është aq i lodhë sa nuk ka ta katas të prazë vetë. Çfarë që të ndohë Oskar, më thikë më merë në njërë në telefon. Se këtu ofër e kam shkëtit. Për 5 minuta më shumë. Nëse kemi nevojë për mua, do jetë në hotel Meria. Flori. Ty do t'jaftoj parin, vini.
I sigurt? Shumë i sigurt. Na zërë mirë, Felix. Mundohet fleshi qetë sonte. Të garantoj unë se gjërat do duken shumë më mirë nesër mëngjes. Gjatë të këmbesit të hilës ka të të Felix. E di. Një filqan me kafe të zirë të të bëndë mirë. Gjëja më të mirë më Oskar se unë e dua emri. Është një martesë për faqe të zezë, por unë e dua prapë. Se desha të ligurt. Të bëjnë kakao, të pëlqen kakao. Mirë, nuk merrem vesh. Po ne kemi dy fëmijë të mrekullueshëm dhe një shtëpi të bukur. Apo jo, Oskar? Do të sapafër me vanilje, apo të lajmë dëmësira me rëqishtë? Po çfarë do ajo më shumë? Çfarë dëshiron të bëj? Unë dua të di çfarë do ti. Kafe, çaj apo kakao. Pastaj I kthehemi punës së divorcit. Po s'është e drejta marr djalli. S'është as pak e drejtë. Felix, sa e mundon ka shumë vete? S'kam që bëj. Unë I luaj mend njerëzit. Është të mërshme të kesh një burë si unë. Ti nuk e di që bëja unë në shtëpi. Imagjinoje, një herë I bleva një fletore shënimesh dhe detyrova të hirta atje çdo shpenzim që ne bëjmë. 38 cent për cigare, 10 cent për gazetë, gjithçka duhej të shënohen atë fletore shënimesh. Dhe një ditë, bëm një shef të madh kur unë I thash se ajo kishte harruar të shënonte sa kishte bërë vetë fletoria e shënimeve. Kush mund të jetojë me njëri të tillë? Në llogaritare. Ne nuk jemi të përsosur, të gjithë kemi të veta. Të meta, Pa dëgjoj të tjetër. Ne kemi një grua që vetë të pastroj 3 herë në javë. Ditët e tjera punët I bën franka. Dhe na, kur ato kanë mbaruar së pastruari, unë qohem të I bëj nga fillimi të gjitha punët të shtëpisë. S'kam gjë bëj jam I fiksuar pas pastërtisë. E ka tranosa martesën e fiksimet e mia. E urrej veten me gjithë shpirt. Ti kujton se askush nuk ka probleme si ti. Kujton se vetëm ti je I padurueshëm? Ndonjëherë, ish gruaja Blanchi me pyeste, kur dëshiron të hash darkë? Dhe unë ja prisja, se di, s'na hak. Pastaj, në 3 të mëngjesit, e zgjoja nga gjumi dhe I thoja, tani grua me hak. Kam qenë një nga gazetarët sportiv më të paguar të 15 vitet e fundit në Amerikë. Dhe e di, ne kemi kushtuar vetëm $8 gjysmë, dhe ato në monedat hedhura në një kavanos. Unë nuk isha pothuajse kur në shtëpi. Luaja piqos. Digja mobiljet e cigare në duja që I pia gjithandej. Pia sa përësha spad. Dhe reja sa herë me do të qefi. Ja, sa I paduruesh të jam. Unë nuk jam si ti, Oskar. Nuk mund jetoj të fillikat. Do të pushojnë edhe nga puna. Si do të siguroj jetesën? Dëgjo, sonte do të vesh tu. Nesër do të shkosh marrësh plaçkat tua dhe do të vish të banosh me mua. Jo, ky është apartamenti yt. Nuk dua të bëhem barë. Po atë dhoma ne nuk jetojmë edhe një vit po barë njëri me tjetrin. Po pse do që bëhem me ty? Unë pëlqas edhe derë. E di që pëlqet edhe deri nuk është nevojë ta më përsërish. Po atëherë pse do që bëhem me ty? Se nuk mund të jetoj dot vetë. Ja pse. Bash zotin. Unë po të propozoj, çfarë drejtim do tjetër, unë as. E po, ne keme tërmën të mua vetë. Unë më të bëj shumë gjëra. Mu më di ndorësh për çdo punë shtëpi. Ja, nuk ke nevojë të bësh asgjë. Po unë dua të bëj diçka, Oskar. Më lër të bëj diçka. Mirë. Hiç inicialet e gruas time për të shirë. Mu më di ndorësh edhe për të datuar. Jam dikush I njerë jashtëzakonshëm. Ja, nuk është nevojë të bëj. Ha gjëra të thata për mëngjes. Po të ham 2 vakte në shtëpi do përsej një test me para. Ti e di se kemi pensionin ushqimor të fëmijëve për të paguar. Në rregull. Mund të gatuar. Tani mendoj se duhet të flet. Jo, ti shko fle. Unë ta pastroj. Ja, Felix, nuk është nevojë të pastrosh. Unë paguaj $1.50 në orë për pastrimin e shtëpisë. Nuk do më zitet gjumin me gjithë të papastërtira të gjarë. Shko e flik shok, shihemi nesër në mëngjes. E po, natën e mirë, Felix. Natën e mirë, Franka.
bjerë aku të ftohtë për maj. Faleminderit Felix. Ku e ke bajtëse në botës? Çfarë vajci? Atë gjërën e vogël që vendoset poshtë botës. Duket se pas kam përdorur si kish poker. A pas ke futur mua? Na, merë. Mundoni të përdorni gjithmonë bajtëset e gotës. Whisky me pakuj? Dua unë. Unë e kam bajtën e gotës. Ju bëtë mirë zëtëri. Faleminderit. Tu kemi një sandwich për vi. O, sot qaron të mrekullueshme që paska. Çfarë ka brenda? Për shumë salat marule dhe mate dhe majonezë në bukë të tepër. E ku e morë? Si, më mure. E kam bërë vetë në kushit. Do të thënë që e theke bukën dhe e skuqet prosciutën vetëm për mua. O, po së të pëlqeu këtë dhe një rom steak për 5 minuta e bëni. Nuk e kam përgjith. Gatimin e kam pasion. I lutem që na mundoni të halim i tavolinë sepse sa kam shilë është të kuar të shmit. Oskar, Urdhëra zotëri, më falë se më doli nga mendja. Çfarë më kërkove? 2 vezë të zero, për 3 minuta e gjysmë, dhe ca biskota vino. Në një dopje gjimë me ujtëri. U shetiku aspiratorin. Si the? Aspiratorin. I lutem që na mos bëni shaka. Unë po përpishem tjetë pastrojare në ndodhë. Nëse ndo njeri në gjendje një revole, e blej deri në $200. Nuk duroj do të më! Në ka ardhur deri këtu! 3 orë të funi kemi luajtur vetëm 5 minuta poker! Nuk kam përmend të argjojnë brëndët e të prendve apo të parë se si ka tuar dhe të parë punën në shtëpi! Ai treq aspiratorit i ka thara ai i kërë. Nesër në mëngjes do na gjej gjithë me shtrirë për to, me quhet për javë. Po shtreqit në tonë me pokerin tonë! Bëj të shka, Oskar! Kthe Felixin në lojë! Ore, mos me qani kokën me ato problemet e tuja të vogla. Ju vetëm një herë në javë keni, ndërsa unë jam mbyllur në kafaz me të dhe me duhet ta duroj për ditë. Përpara ishte ku e ku më mirë, pa çka se të mbyste era duani. Po luaj nga mend të kokës vini! Felix! Dreqje e marë, Felix! Lërat muhabet! Unë pa ike në shtëpi! Ullë marë shë. Jo! Do të dejni liber dhe do filloj të recoj përsëri! Ullë aty, ullë tash. Felix! Oskar, ka marrë fund kjo punë! Ditën që martesa shti u shkatrua, e mori lumin, a me lumin të poker! Ha, po qete të pokeres t'jove që vjen, më bëj me telefon! Po ti s'mund t'i kështë tani, s'unë kam në shqesh! Vej me këshuaj! S'ke të pajton të tjerë! Ti nuk e le që të vishtë të vetë! A i ka plotësisht të drejtë. A i nderi ka plotësisht të drejtë. Ndaj letë. Felix! Si është puna? Mbyllë restorantin dhe u lëtuash. Është ora 11:30. Kam edhe një gjysmë ore kohë për të fituar paratë që la sonte. Detergjent, ai pas ka larë letrat e bigjozit me detergjent. Sa është? S'më besohet. Do luaj përsëri me letra. Vini. Vërtet do t'ikësh? Po, do marrë një taksi dhe do shkoj deri në parku qendror. Po nuk morra pa kajër të freskët, i ktheva pa kërë për diell. Ora nuk ka shkuar ende 12. Kam 4 orë që rri ullur dhe thi aroma detergjent në amëve. Pokeri nuk është bërë për të luajtur në ambjente të tilla. Javën që vjen, ose i ushja, i bën punët masit të mikure, ose do luajt në hotel Dixi. Natën e mirë. O, sa ti madh. Unë e kisha fajnë për të. Çështja është se asnjëri për ne nuk ka më qejf luaj poker. Nuk i di si është puna për ti çka ka ndodhur me bandën e tij. Vërtet duke dinë se çfarë ka ndodhur në bandën e vjetër maj. Po shkafrohet. Të gjithë po ndahen nga gratë. I ju betohet. Ne luhenin më mirë në gratë, nuk kalinin të dilin natën. Po i kene dhe ti maj? Po, nëse nuk shkojnë në shtëpi deri në orën 1 me sandwich i gati ca pasta shuta,
Mimi më shpall luftë, natën. Nëse nuk lidhim një marrëveshje tjetër sonte, I will kill you! Çfarë të dos? Me të ardhë shpirtin më të hundës treshe matë! Dë bura të ndaj që jetojnë bashkë, nuk duhet ta kesh të pasës të nëna ime! Ti hynë në banjë dhe me parë shirët. Sa herë më desh dhe një cigare, ti me vjen në tavën nga pas në dorë. Mbranë të parë duke larë dy shetet e kuzhinës, tu ndje kokën dhe angoshe duke thënë me vete. Gjurë është! Nuk tharë si kishe bërti. Unë i kam bërë, se unë kam kanta ato lënë gjurë. Çfarë do ti që bëjmë? Të ecim me mobilje. Unë po përpiqem thjesht keni kushte normale në apartament. Nuk e di se kam zero ka shumë. Po mendoj se unë kam të drejtë të vendos kur vaska ime duhet të lapet e të delë kimi. Kjo është ABC-ja e demokracisë. Prisja mendjen edhe sa kohë do të zgjas. Do të zgjaste çfarë? Derisa të ngrihen erbat. Nuk thash se të ngrihen erbat. Thej që unë të nxeht, është e njëjta gjë. Jo, ti e që të nxjerr mua, nuk e thash. Po ti çfarë thënë? Atë që duhet të di se çfarë thash. E po, më duhet të kujtoj se unë pastroj lajme dhe matricin, çoj patatën dhe rrobat, kujdesin për këtë apartament. Bëj që ne kurse një test me para. Po, ashtu është. Po pastaj gjithë natën zgjuar duke numëruar. Po ne nuk bindemi gjithmonë me njëri tjetrin. Ndonjëherë bëjmë edhe pak çefi, po jo. Qef? A me mende se të defreshme, do të thonë që të rrisë gjithë bremin ullur para televizorit. Po ne edhe lexojmë, bisedojmë. Ja, unë lexoj, ti flet. Unë përpiqem të punoj, ti flet. Unë bëj banjë, ti flet. Unë bie të flet, ti flet. Jetën tënde e ke ujtisë si s'ka me mirë. Kurse unë, për vete time, po kërkoj ende pak të frikë. Çfarë do të thuash në këtë? Se unë flikam shumë? Jo, nuk po akuar ti ke shumë për të thënë. Ajo që më shqetëson mua është se kam nisur të dëgjoj. Oskar, të kam thënë 100 herë, vetëm më thuaj që ta qep gojë. Nuk më mbetet pak. Nuk besoj se pak ka të ketë një asaj që duhet të them. Mua me duket sikur ajo është shumë kohë me ty duke diskutuar me nunë për të nesërmen. Nata por Felix është bërë për gjëra të tjera. Si për shembull, Për shembull, të prekur gjërat e buta. e ke fjalën për femër? Aty më rrit. Kam dërmen të shoqërojmë me ndonjërin përpara se merri manga të nisin të thurin rrjetat e kund. Të drejtë ke, dhe mirë do bësh në fakt. Edhe unë po mendoj që të dalë se edhe unë ndihem i vetmuar. Po s'ka as 3 javë që jam ndarë, më duhet ende pak kohë. S'ka më kohë. Kemi një rast fantastik. Kam hyrë në mua vetëm motat angleze që jetojnë në pallatin tonë. Dhe kemi lënë të ndarkojmë ndonjë mbrëmje. Bashkohet dhe ti me ne. Vetëm do të hash dhe do të bisedosh. Nuk është e vështirë. Si thua? Jo, s'ka jo, nuk e bëj dot. Nuk e bëj dot se do ndihesh afajtor. Kjo ndoshta s'ka asnjë kuptim për ty, por mua kështu më duket. Dëgjoj, ti mund të marrësh njërin nga motat e kuzhinës dhe mund të gatuani bashkë një ëmbëlsirë me fruta. Kjo është ku e ku më shëndetshme se të rish për natë unë në krevat dhe në çdo fjalë kryq të shkruash Franka. Vetëm për një natë. Bisedon me një femër tjetër. Angleze thesen ato motra? Po, nga Londra. Njëra është e te, ndërsa tjetra e divorcuar. E si janë nga famja? Yje! Janë shumë të qeshur. E me cilën do bisedojmë? Me të divorcuar. Po pse me divorcuar? Por mua njësoj është. Ato me jushë. Jo, nuk e dua. Madje as të divorcuar nuk e dua. Të ta bëj vetë për hatrin. Merë që të duash. Mua aq me dënë. Dua vetëm që të qeshi pak për që mua. Në rregull. Të qërë. Mos me thuaj mua në rejtë. Dua që të me përtosh që do të përpiqesh të bësh shetë. Thuaj të jap fjallë. Të jap. Edhe një herë. Të jap fjalën. Dhe mos shkruaj më në fetore $1.30 për taksi. Nuk do shkruaj më në fetore. Dhe mos i thirras kujt Franka, ato i kanë emra Gwenda dhe Cecilia. As kujt do të thras Franka. Dhe nuk do qash. Shërëtish, ofshash apo të ankosh. Do buzëqesh nga ora 7 deri në orën 12. Dhe më rëndësishme Felix, mos e kujto të kaluar. Do flasësh vetëm për të tashtën. Për të ardhmen. Ky është Felix i ri. Ai që kam pritur për shumë kohësh. Natë mrekullueshme do t'jetë!
shkojmë? Për çfarë? Për darkë, ku do të ha? Mos do të thuar se do shkojmë në restorant. Të katërt. Kjo do na kushton një djallë gjysmë. Kurse nga parat e garës rrova. Të marrëve nuk po veshim qërata. Ndërsa të ejndëve, po vim pa brejk. Jo, kjo do të thotë i bësh ty para, nuk nga dhe sapi, Oskar. Po ne duhet hati qka? Do të ham. Tu? Po, do gatoj ju. Po ti do të qëndrojnë një pushin që të brënjen. Ja, nuk do të qëndroj gjithë në brënje. Do ta përgatis pas ditën darkë. Sa po të fus patatën në fund, do kemi kohë sa vëtish. Vetë një ide. Kë po merr me telefon? Frank, dua t'i marrë recetën atij bifteku londines. Motët angleze të surprizor shumë nga kjo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Eva unë ju pote! Diçka surpreze po ndodha te kuzhinë. Jo mor sotrin ka të ti dyshimi. Unë jam njeriu më fat në botë. E mora mene, Felix, patat montrashe. $6 një qërek kushtoj. Të javë do të shkoj të puna në këmë. Nuk ke kundërshtim, apo jo shpirë? Felix, qëfar ka që nuk shkoj? Çfarë ka që nuk shko? Le ta nisi me sa thua ti se është orë. Ora, se di, 7:30? 7:30? Thuaj më mirë 8. Ja qenë ka ora 8, e qa pastaj? Ti më the se do vjen në shtëpi në orën 7. Kështu pas kanë thënë? Po, Do vinë në shtëpi në orën 7. kështu më the. Po mirë, pas kanë thënë se do vinë në shtëpi në orën 7, dhe tani qenë ka ora 8. Ku çfarë problemi? Kur e di se do vonohesh, s'ma bërë një telefon. Nuk kisha mundësi, isha i zë. Ka që mundësi sa nuk ishe mundësi të telefonoje. Ku ishte? Në zyrë, duke punuar. Duke punuar. Po, duke punuar. Unë të telefonova në zyrë në orën 7. Ti kishe i. Mu desh një orë të vija këtu sepse nuk gjeta taksi. Që kur pas ka filluar të ke taksi të klubi Haniganit, Priti minutë. Me duhet të regjistroj me magnetofon këtë sepse nuk do të ma besoj askush. Mos do të thuash se tani duhet të marrë në telefon nëse punon për darkë? jo për çdo darkë. Vetëm për ato për cilat unë për optom atje që në orën 2, për ndihmuar kurse është para që ti paguash gruas pensionin ushqimor. Felix, nuk është koha për bërshëm. Ato pritet të vinë nga qast në qast. Mos e ke thënë atyre të vinë në orën 3. Nuk me kujtua se çfarë thash, në 7:30 po në 8, çfarë problemi ka? Ta them unë çfarë problemi ka. Ti më the se do të vijë në orën 7 për të më ndihmuar me mecet. Ato do të vinin në orën 7:30 sa për në një koktejl. Në orën 8 do shtoronin darkën. Ora tani është 8, bifteku në dines ka marrë fund, po nuk kanë tani ai do të thahet. O zot. O zot më ndihmo. Po s'ka nevojë të ndihmoj ty. Thuaj më mirë të shpëtoj biftekun në dines, atje kemi $9.34 që po falen. Po desh të flasësh me mua, ula të lugën. Lugën? Ti e budalla me prirë. Kjo është garuzde. Ti asemi nuk e di. Në rregull, Felix. Ndidhët. Ti kujton se është kaq e kollajshme? Dakor. Po ta lë ty në dorë gjithë kuzhinë.
Shkoj në Aberdeen një biftek londines për 4 persona që vinë gjysmë orë me unesë. Po shkoj presmisht. Nuk e mbajnë përgjësi për darkë. Po kushtëre që po ta vetë ty përgjësi për darkë. Unë vetë votë për darkë. Unë ke loa ma të qëpë. Dhe ty të të shpjegosh atyre me saksi gjithë shka që farë Në rregull, me bella një fotografi të ardhur në orën 8. Tani një qatë të tretë. Që ti përpara se ta hap derën. Tani duhet të bustjeshesh vesh me vesh. E po, përshëndetje. Përshëndetje. Shpresoj se nuk jemi vonë. Jo, kemi ardhur tamam në kohë. Felix, të prezantoj me dy mikeshët e mia, Gwenden dhe Cecilën. Cecilën dhe Gwenden. Po, saktë, Cecilën dhe Gwenden. Mbajmën se më emrin e kishit... Jo, mos ma thoni se në majtë të gjuhës e kam. Smath. Të treja herët gabove. E kemi Smith. Sigurisht. Cecila dhe Gwenda Smith. Me lejoni të prezantoj me mikun tim dhe kuzhinjerin e darkës për sonde. Felix Ungarin. Gëzojmë që po t'i njoh Felix. Gëzojmë edhe. Kënaqësi që po t'njoh. Nësi është të gjitha jodja. E imi dhe. Urdhoni, ulluni, ulluni. Këtu është shumë bukur, apo jo, Gwen? Mrekullueshëm. Dhe ku e ku më të qëtë si tek apartamenti ynë? Keni ndonjë pastruese? Po. Kam një pastrues që vjen për natë. Pastrues? Zgjidhje e shkëlqyer. Se në fakt me grave nuk na vjen fare ndoresh për të pastruar në përgjithësi. Apartamenti juaj është ku e ku më i freskët se lini. Në anën tonë të pallatit të duket sikur jeton në Afrikën ekuatoriale. Bëram vend të kaq bab, sa detyruan ta linim hapur deri në frigoriferin. Po, se nuk bani ndezur kondicionerin. Se nuk kemi. Aha. Por ama kemi frigorifer. Thonë se premjë do bjerë shqip. Ashtu? Kjo mund ta përspoj pak. Nuk është çudi. Me thjesht se pas që ju do njëherë bërë edhe më shumë pa. Edhe kjo është e vërtet, apo jo? Tani të shumë i parë. Jo, nuk do ta shtroj tani. Po, do ta shtroj. Jo. Besoj se goca do të duan një koktejl si ti, apo jo goca? Nuk është ide e keqe. Çfarë të shikoni të vini? E po, çfarë keni? Biftek londines. Ua kanë fjalën për pijet. I kemi portuese të gjitha, thjesht ta thoni çfarë i pëlqen. Atëherë po marr një doppio vodka. Cecila! Jo para darkës! Ime motër me ruan, si quan koçka zështë të saj. Bëj një doppio vodka të vodka. A tjetër? Po nëna koçk, çfarë të shiron të pitë? Unë do doja diçka freskuese. Një doppio whisky skocez me akull të thëmuar. Po të farës, e më një herë. Ku po shku? Të marrë pjetë, do me një ngrënjës. Po, çfarë pi? Shko mbaro raportin e parashikimit mo. Por Oskar po të digjet mishi! Oskari më tha se ju e një motë. Po, ashtu është. Në Angli. Po, ashtu është. Kuptoj. Kurse ne nuk jemi vëllezër. Po, e dim. Ndonë se unë e kam një vlla. Është doktor. Jeton në Buffalo, në veritë e New York. Po, e dim. Ju e një vëllë? Jo, por e dim që Buffalo është në veri të shtetit të New Yorkut. Ne kemi qenë atje. Po ti? Jo. Është vendi bukur. I mrekullueshëm.
Sa interesante është të njohësh njerëz të rinj. Keni vite në Shtetet e Bashkuara? U bën gati 4 vjet. Kuptoj. Keni ardhur për vizitë? Jo, ne jetojmë këtu. Edhe për punuar besoj se punoni. Po, jemi sekretar në një kompani. Oskar, ku janë pijet? Po vin! Çfarë profesion ushtron? Shkruaj lajme për televizionin CBS. Fantastike! Nga i merr një ide për këtë? Nga lajme. Po, sigurisht. Shpyti që bëj dhe unë. Oskar! Erdha! Apartamenti i na shkaqi masë dhe njërë kërë të dhe për tasës. Vetëm ju dy beqët banoni këtu? Beqo? Kemi fjallën për beqarë. Ne nuk jemi beqarë, ne jemi divorcuar. Oskar është divorcuar, ndërsa unë jam në procesi sipër. Ashtu? Edhe ne kemi këputur zinqyret si thonë fjallës. Gjëja me keqe divorcit është kjo. Qenë keni dashuruar që shpëmi? Jo. Ata aty janë fëmijët e mi. Djali dhe vajza. Ai është 10 vjeç ndërsa ajo 5. Sa të ëmbël. Jetojnë me mama. Ma merr mendja se të merr mamën shumë për ta. Zdëroj të thonë si kem pranë. Ja, këtë ka divorci. Sa herë ishe? Për ditë. I ndjek pas rrugës ku dalim me të ëmbël pas diteve. Ndërsa në fundjavë mbaj herë djalin dhe herë vajzën. Kur të merr malli për ta? Sa herë që nuk jam me ta. Po të mos e kishin shkollën aq herë, do shkoje çdo ditë të bëja gati mëngjesit. Ata lënë kokën për punën në desu për. Qenë ke vërtet një baba i përkushtuar. E përkushtuar dhe mrekullueshme është pranë. Ajo vajza e vogël? Jo, mamaja saj. Ish gruaja ime. Ajo me cilën po divorcohesh? I ka rritur se s'ka më mirë. Janë gjithë të veshur bukur. Po që flasin me shumë në të. Nuk po asnjëherë, por vetëm po. Janë fëmijë shumë të mbarë. Ajo është nga ato gra që... s'tendë unë. Ju nuk doni të dëgjoni kështu gjërash. Ç'është ajo fjalë? Ti ke të drejtë të kërnohesh. Ke 2 fëmijë të bukur dhe një shgruar të mrekullueshme. Ja, kjo është pranë. Qenë ka shumë e bukur. A nuk është e bukur ses? Po, vërtet e bukur. E di, vjetë. Po kjo. A nuk është e bukur kjo? Por... këtu nuk pas ka njeri. E di, është dhoma jonë në Ndenis. Kishe një apartament të mrekullueshëm. Abazhurët që kanë shumë të këndshëm. I vdem një honë dhe lukë, kur bëni muajnë e mjatë. Dhe esha më shumë dëshirë në brëndë në shtëpi. Kjo ishte e gjitha jeta ime. Fëmijën, gruaja, dhe apartament. Abazhurët, ajo I ka tani? Asa janë ashtë gjitha. Gjërat nuk do t'jenë si më parë, në kurën e kurës. Unë... Më fali, nuk të ishtë të emocionorash. Nuk duhet të t'mi turp. Them se janë të rralla ata burra që më qajnë. Je lutem pas flasim më për të çështën. Unë them se është gjë e bukur, tmerrsisht e bukur. Po je vetëm nga profesioni atë. Të kënaqet shpirti kur dëgjon një burr që flet me kaq respekt për gruan me cilën po divorcohet. O Zot, tani më bërë edhe mua të mendoj për Sidney. I burrin tim të gjarë. Ne I po ndaheshim, por I di çfarë kryer procedurat e divorcit. Të lutem mos. Ishte martesë personshëm fillim. Të thoshim gjithë, apo jo se? Jo si martesa jote me Gjorgji. Ashtu e. Unë dhe Gjorgji nuk jam kur të lutur. Asë të rritin të vete. Po ja, që shajake?
Nuk e di se çfarë i makinë. Deri para pak minutave isha të morë të mirë. Po s'kam qaj që kur isha 14 vjeçë. Lërë në të kërën e rëkej, goca. As pak në njeni shumë më mirë. Mua të më do të zbog. O zot. Apo boni qenë të gjithë. Çfarë do të thënë? Asgjë. Çfarë do të thuash me asgjë? Nuk ka as 3 minuta që jam larguar dhe tani po më duket vetja sikur ka marrë një ceremoni varrimi. Të lutresh, mos e finisim ka parë. Ti s'dihesh vetë mos edhe një sekond. E po deshe vërtet të qash? Shko në kuzhinë të shohësh biftekun tënd kandides. O sa ti madh miqi. Falni goca. Harrova t'ju parajroja për Felix. Ai është një telenovele gjallë. Unë besoj, sa është gjëja më e bukur që kam hasur në jetë. Ai është kaq i ndjeshëm, kaq i brish. Unë dua vetëm ta marr në krah e të kujdesem për të. E po, besoj se ndoshta mbasi të dalë nga kuzhina, të duhet ta bësh. Unë po shkoj të dyqani gjëra me gjysmë të kashme. Themi një. Kujt minu, Felix? Le ta shohim pasi nuk i vdekur atë shkeq. Ja. Shikoje. $9.34 do bën shkru me një. Mund t'i jellim një sy, Felix? Të lutem. Është vërtet i pangrënshëm. Po se kur të porosisim ushqim kinez? Ide shkëlqyer. Kam unë një ide edhe më të mirë. Pse të mos improvizojmë diçka të gjithë në kuzhinë? Ideja dhe më mirë. Unë i kam bërë pistë të gjitha të ngjeret. E po mirë atëherë, mund shkojmë të hanë apartamentin tonë. Ushqimet e gatshme kemi sa të duam. Kjo është ideja më e mirë që kam dëgjuar ndonjëherë. Prisni vetëm 10 minuta sa të bëjmë gati gjërat e gatimit. Ju presim sa të doni. Mos harro verën. Si mund ta harroj? As ta nxjerrësin. As ta nxjerrës. As Felixin. Ja. Nuk e harroj Felixin. Gjithuri lartë pas 10 minutash. Felix! Jes kështirë! Ishin na dogje. Po na dhurove një problem të harruar. Unë nuk do të vi. Çfarë? Të thash që nuk do të vi. Po s'ke shkalluar. Nuk di si flas këtu. Nuk di as çfarë të them. U thash se kam në një vllaj në Bufalo. Nuk kam asgjë tjetër për bisedë. Felix, ato punojnë me pas te, ka fan ve. Njëra për këtyre kanë shumë të paluar si ku çet me lule. Ti ja do të palu mirë se unë. Nuk e kupton më. Unë çava. Çava në sy të tyre. Ta tyre më pëlqej shumë. Unë po mendoj të bëj si histerik. Po përse çava? Çava se ndihem fajtor. Emocionalisht jam mendje lidhur. E po të lutem. Zgjidha të një vetëm për sonte. Nuk dua të diskutoj me këtë çështje. Po shkoj drejtisht. Ti do të vish me mua lart. Thash që nuk do të vi. Felix, mos më bëj të prosh. Nuk kam për të ta falur kur. Nuk vi. Në rregull. Do shkoj pa ty. Mallkuar shofsh. A do të vish? Ja. Mos do të thuash se nuk ke ndërmend të bësh asnjë përpjekje për të ndryshuar. Ky njeri do të mbetesh deri ditën që do të vdesësh. Ne jemi ata që jemi. Ky është kati 12. Jo i 11. E ula kokën bibanak E shpirtin lash për të Me vetëmin që letësisht Për del flë I mbylla sythet që la zemrën E ja nisa me kënu
qefshu me mu, se sot mbretër jeni ju, për çka se tje isha dhe tu, ai që talej me gjithë kanë që vu. Qefshu me mu, se sot mbretër jeni ju, për çka se tje isha dhe tu, ai që talej me gjithë kanë që vu. Pam parajram, pam parajram, pam parajram, parajram, pam parajram, pam parajram. Mirë, edhe sa kohë do të zgjasë me se le? Me mua po flet. Po, me ty po fles. Çfarë do të bësh? Dua të di nëse ke ndërmend ta ngrysësh jetën duke mos të folur. Se nëse është kështu, do të blej një radio. E po? E marrësh. E pas ke ndarë mendjet mos të flasësh. Dakor. Po nuk më folet ja su nuk të flas. Mund sjellën me unë si kalama, ta dish. Mund të ri pa folur pas sa dhe. Atëherë, se treqi nuk e mbyll shetin. Me mua e ke? Kishe rasur të flisim brenda. Të luta të vije me mua lart. Nga ky moment, Nuk dua asnjëherë të dëgjoj asnjë fjalë nga ti. Ky është pra lajmëri Felix. E qa? Ky është qelësi i dhomës së pastë. Se lëviz vetëm në korridor të dhomën tënde, nuk ke për të mësuar gjë. Seriozisht e ke? Ky është apartamenti im dhe çdo gjë këtu është imja, vetja gjë këtu që është e joke je ti. vi në dhomën tënde dhe fol në zëkën mund. E po më duhet të të kujtoj se u paguaj gjysmën e qerasët i apartamentit, nëse do hyj kur dhe kut më do qefin. Ku po shkon? Po shkoj të bëj një xhiro nga dhoma jote. As mos guxo ta bësh. Ku është problemi ose? Te gatimi, pastrimi, të qarat e mia, ë? Nuk duroj dot më! Po shkatroj çdo gjë që bën ti, më ngrej nervat. Edhe ku nuk je këtu gjëra që unë di se të bësh kur të vish më ngrej nervat. O
O, zot timi në pusullat e Azteku, të kam thënë 100 herë që nuk I duroj dot pusullat e Aztek! Në zyrë, kam bërë një listë me 10 gjërët e tua më acaruse, që më bëjnë të luaj mëmsh! Po jam brëndshmja, ajo I vuri ka papu në ishte kurmi I marësis! Mos e ke fjallën për bishtekë Londines? Ti të vrarë! Ishta shmirë puna dhe unë përfundova duke pirë qaj në modën angleze dhe duke të treguar qitatin historinë e jetës tënde. Mos më bëjmë më faj. Se pari të thashtë mos të organizosh atë takim. Ku po shkonos? Jo! Ti janë jo! Ti do t'ikësh! Dua që t'ikësh me një herë për I tu! Seriozisht e ti? Po, seriozisht! Ndjedhit plashkët e tua, futin e valizhet dhe largohemi njerë që klasë nuk gjohet e disi ku do të shkash! Me fjalët e tjera? Po më nxjerrë jashtë? Jo me fjalët e tjera, kjo janë tamam fjalët e duara! Po! Po të nxjerrë jashtë! Mirë. Po shkoj. Bese ta dish. Çfarë do që të më ndodh? Është fajin. Më paq me qafë, prit një minutë djalli e ma. A nuk ka mundësi të dalesh jashtë si njeri normal, se duhet të thuar qërët e tilla si. Më paq me qafë. Nuk dua mortë të kene qafë. Dua vetëm që të largohesh nga shtëpia. Nuk bedoron do të djeni një fajtë e vogël, ose? Mallkuar qofsh. Gjithë ditën me si ka pritur të nxjerrë ashtu tani po më prishë për të qenë. Më fal që ta prishet. Oj. Në rregull, Oskar. Blidha vetë. A iku me të vërtetë. Por ai më lakë mallkim. Mallkimin ti do ta kem gjithmonë mbi krye. Nuk e di se ç'ka mallkim është, por do ta kem mbi krye. Vend Perëndia është Feliksi. O, zot të lutem, me jep edhe një mundësi për ta vrarë. Çfarë ka ndodhur me Feliksin? Ai në kaloj për bujë dhe të tyre lexoshin gjithë sakrificat e njerëzimit. Çfarë halli ka? E pyetja se ku po shkon dhe ai më përgjigj. Atë e di vetëm Oskar. Ku po shkon? A ku tërheqin ta diun? E janë të filloj loja. Jo, unë do të ha diçka se flica nga uri. Po vjen njëra spageti. Po ai do luaj sotë. Nuk dua ta diskutoj me këtë punë. Madje, as emrin nuk dua të dëgjoj më. Uj, po Oskar. Të thash të mos ja përmendesh emrin. Nuk e dija për këtë kishe shka. Ore, si është puna me Feliksin, Oskar? E dëbova nga shtëpi. E nxora jashtë. E pranoj. E paça në qafë. Pse ta kesh qafë? Ku tërheqin ta diun? Kështu tha Feliksi. Pyesni atë. Ai do ta humb fillojnë fare. E njohën Feliksin, ai do të përpiqet bëjnë një marrësi. Ju, kujtoni se jam egoisht? Se jam I pa shpirt? Unë e bëra për ju. Për ne të gjithë. Gjithë e dim se ai është padurueshëm, por prapë se prapë ai është miku ynë. Dhe unë jam merak për të. Kurse unë nuk qenë kam në merak. O Mike, se pari, ku shëndzori atë në rrugë? Franka. Si the? E para që nxori jashtë ishte Franka. Ti e dyti që po e dëbën. Dhe më beso, kush do që do të banoj me atë njeri, do t'jeti I treti që do ta përzori nga shtëpia. Se marrë vesh, kjo është Feliksi, aja bën vetës. Po pse? Se di, asa I nuk e di pse. Një shtjell ka plot. Në Afrikë është një fis I tërë ku njerëzit godasin veten në kokë gjatë tërë ditës. Dhe pas që është ai. Ju lutem shumë. Mos e lini të hyj. Ai nuk është mirë pritur në të shtëpi. Ne do të lëm të hyj. Mirë mbrëma. Oh. Mirë mbrëma Cecilia. Çuna ju prezantoj me sënjushen Cecilia Smith. Gwenda Smith. Ju lutem mos rini këmbë. Mund të bisedoj pak, zoti Madison?
Sigurisht, Wenda. Si është puna? Besoj se e dini. Erdha të marrë gjërat e Felixit. Felixit? Felixit tim? Po, ta ti njeriu të ëmbël e të sfiditur, që në këtë çast ndodhet në apartamentin tim duke I hapur zemrën si me motra. E dëgjoni! Unë jam shqetësuar për vdekjen. Ndërsa ai aty lart po pi çaj dhe po gjen ngushëllim. Gwen, Felixi nuk do që të rri, të lutem, I thuaj që të qëndroj. Ju lutem, goca, ju po më fusin një siklet të madh. Unë më shkoj edhe në një hotel. Një ditë aty. Doka, të thash, ne kemi goqën dhe divani është shumë I rehatshëm, apo jo ses? Gjigant, dhe kemi marrë me qirani e kondicioner, dhe nuk na pëlqen mendimi që ti të sidhesh rrugëve duke kërkuar një vend ku të fuzësh kokën. Po unë do të bëhem bar. A nuk do të bëhem bar? Po e si mund t'i bësh ti bar, kujdo qoftë? A doni të shihni listën që kam përgatitur? Nuk ju duket se keni folur shumë deri tani zoti Madison? Nuk e pranoj të na thuash jo. Vetëm për ca ditë Felix, derisa ti sistemohesh. E po, mbase vete për ca. Mrekulli, shkëlqyeshë. Merri gjërat e tua dhe gjitu me njëri lart. Një ndërkohë ku bëjmë darkën. Natën e mirë, zotërin. Na falni që ndërprejmë lojën. Natën e mirë. Mos u vono, për 15 minuta do shërbejnë pije. Nuk do vonoha. Pas kanë thënë këtë se qingji ur, pi ty nëna. Dhe të vërtet të marrësh aty Felix? Vetëm për ca ditë, derisa gjeni vend. E po, natën e mirë çuna. Tani mund t'i hidhni pa problem thërrimin të dysheme. Nuk ke ndërmend as të më falenderosh Felix? Për çfarë? Për dy gjëra të mëdha që kam bërë për ty. Që të mora në shtëpi dhe që të nxorra jashtë. Ke drejt. Unë I merr ka një mësim të mirë kur e të bëj dy herë. Unë do përpiqem të ndryshoj. Mbase kështu mund të kthej sërish me Frankët. Provo ta bësh edhe ti. Ndoshta kështu mund ta rifitosh ish bashkëshortin tënd. O ne jemi ata që jemi. Nuk mendoj më kështu. Gjithsesi, në shenjë mirënjohje, po ta heqim. Dhe faleminderit për shështritje keqe. Dëgjoj Felix, do të vish në projektin tjetër? Ti nuk ke ndërmend të japësh punë pogre, apo jo? Kur? Martesat shkojnë e vijnë, por loja duhet vazhdoj. Natën. Shmërini që mi gardi. U luajmë pogre apo jo? Do luaj që t'shkeme të? Atëherë le të luajmë pogre. Vetëse, do një kujdes me cigarët, kjo është shtëpia ime, dhe jo një stall derë. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. My small town blues, they have drifted away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In New York, New
so